fetarisht, çdo gjë na çka e flasim, apo çdo gjë që e themi, qoftë edhe privatisht edhe publikisht, nga aspekti islam e marrim nga burimi kryesor nga Kurani, edhe burimi i dytë, i pakontestueshëm, që është tradita suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Njerëzit mund me thonë, po ka qenë kështu, ka qenë ashtu. Na po flasëm fetarisht që qëndron. Askund nuk e gjen asnjë tekst as të vogël që profeti Muhammed alayhi salatu wassalam pas faljes së namazit i ka marrë familjarët apo shokët dhe janë drejtuar tek varrezat me shku me bodo. E kundërt e kësaj. Kanë shku tek të gjallët, sepse Bajrami është fest e të gjallëve, jo e të vdekurve. Bajrami është fest gëzimi, fest urimi, fest vizitave të ndërsilla, e nuk o fest e lëdve e vajtimit të varrezat, sepse unë i kam prindit e vdekur. Që po të mërmenja, unë jem, do me thonë, guri, edhe shkoj të këta edhe nuk emocionona, po normal që emocionona. Edhe çdo njëri prej nesh që ka prind të vdekur emocionohet. Po ti ke o vlla 365 dita, 364 ditë i ke në vit. A veç në 2 bajramat meten me shku te prindrit? Edhe unë mendoj që dëgjor janë ata të cilët i kanë lënë prindrit në mëshirën e 2 bajramave që bjen men të në vitin kur për ta. Duhet ma shpesh me vizitua, dhe nuk është patjetër me vizitua. Bën do, edhe për i këtujt më nësh me bo do, edhe arrin doja. Andaj, interpretimi më i sakt, që kanë bo gjollarë tonë çdo herë, edhe po e bojnë tash, është që me fillue me ata që i kinë xhami me bo bajram. Pastaj, me fillu me të dashurit, me prindrit, me gruan, me fëmijët, me vëllezrit, me motrat, edhe duke u zgjeruar deri ku të arrim.